Ja ku rikthyem në studio Ronaldo. Shpjegimi I fjalës skuth, të lutem. Atëherë unë nuk punoj në enciklopedi ose në fjalorin shqip për të shkruar. Do të thënë ti nuk e di çfarë do të thotë, por ti e përdor ama. Pra ti mbrohesh me faktin që nuk ka dalë nga ti si shprehje. Pa rëndësi ka kush ka dalë, ti mund ta përdorësh në fjalorin tënd, ndaj dikujt pa e ditë dhe mbrohesh sepse ti nuk punon në fjalorin enciklopedik shqip. Ronaldo, fjala skuth është tipiku, shiko çfarë ka ndodhur me këtë fjalën. Se un jam 36 vjeç vëlla. Po më fal, a më pyete? Jo, s'do ta gjej përgjigjen fare. Ti nuk e di. Se nuk punoj në fjalorin enciklopedik, pra ti nuk e din si fjalë, okay? Unë mbrojtë dhe nuk e di. Nuk jam ignorant pra. Bravo, atëherë ti ke përdorur diçka që nuk e din, je tamam ignorant. Atëherë dëgjoj pak ta shpjegoj. Atëherë, un jam 36 vjeç dhe nuk viktimizohem për kështu lloj fjalësh plak. E para punës e njoh veten time shumë mirë. E dyta punës si kuptoj fenomenet e bullizmit, po që s'm përkasin mua, as pak. Kjo është tipik një fenomen orteku që ka ndodhur, e iniciuar nga një koment jo I duhur, I një opinioniste në një post të nderuar, por në atë pikë nuk u tregua shumë e nderuar dhe përdori atë fjalë në një paragjykim që mbëri ndaj imazhit tim dhe lojës time kush jam unë aty, më kupton? Sepse nuk më njeh një dhe nuk më ndjek gjithkohës për të më njohur mua dy. Dhe përdori një term. Rozana Radi tani që është mjeshtra e manipulimit, e shtrembrimit dhe e shpifjes edhe e sulmit në gjitha format që ajo. Tani po më tregon mua një moment. Jo, s'po flas me ty fare. Tani s'po flas me ty fare, do kthente ti. Po jo, pse s'u drejtohet të shqipja tash. Dhe kjo e mori këtë fjalë dhe I gjithë grupi I saj gjujti te kjo fjalë. E di pse gjujti te kjo fjalë? Sepse unë një person I të afërm aty, I thash, s'më ka pëlqyer fare komenti Nedës, dhe unë po keq kuptohem këtë brenda. Sepse ishte vërtet për të mos pëlqyer, nuk mund të quash ti dikë në një term se është ofendues apo jo. Pa çka unë e maj se I kam shpatur dhe gjëra dhe s'ma ndjen fare, më kupton? Jemi 30 e sa vjeç, kemi kaluar një jetë pafund shqipet tim njeh shumë mirë. Aldo, unë e di se si e ti, ë? Kështu që. Ama, këtë fjalë që thash nuk e di pse e tha atë fjalë. Që ti e the aty brenda që nuk më pëlqen kjo gjë njerëzit e kjo do të bien. Dhe çojtë Rozi dhe Rozi vetëm aty bum. Po Ronaldo. Atëherë është vërtet që moderatorja merr komanda nga regjizori, por nga regjizori I fan klubit, jo nga regjizori që ka qenë. Jo, patjetër do të dëgjojmë të gjithë, ja do të dëgjojmë dhe Ronaldo. Mund të moderosh emisionin dhe të më japësh mua dhe Ronaldo, një sekond. Me radhë do flasim të gjithë. Ka tjetër regjizor ky program Aldo. Patjetër që të flasim. Kam viju një mendim, le ta mbyll. Okej. Nuk e teproj. E respektoj shumë kohën televizive. Unë filli. Atëherë, u përdor kjo fjalë, u sulmua, bam. Nëse skuth do të thot një person që rrit cepave dhe merret me llafe cepave apo flet për tjerët, e kanë bërë gjithë në atë shtëpi. Më kupton? Ky ishte një lloj fenomeni, efekt domino, dhe po ta vesh re, në moment që filluan të largoheshin dhe të zhbëhej grupi, nuk u përdor më. Ta përdor Ronaldo, që më njeh nga jashtë dhe e din shumë mirë sa kam ndihmuar unë me studion time, është e tmeshme. Faleminderit Ronaldo. Faleminderit ty që më ke mbrojt, po faleminderit ty që më njeh nga jashtë dhe vazhdon me trendin e gjës. Që është? Sepse trendi I gjës pra, një nickname. Dhe ti thua, hajse po e përdor. Të të vitur po djal. Se ti më njeh nga jashtë, të vitur. Ti duhet thush jo. Duhet thush jo, unë e njoh atë. Jo duhet thush. Është keq interpretim, është keq kuptim. Të vitur. Unë kam thënë diçka te Big Brother, kam thënë, suksesi I teston shumë njerëz kur jepet një karrike. Dhe Ronaldo që mbaj mend unë, kishte nevojë gjithmonë për ndihmë dhe e kemi ndihmuar. Nëse tash po shkojmë jashtë profesionale sepse ai do të japë një mendim. Jo se të njeh. Jemi rregull. Vazhdojmë Hedi. Nëse ke mbaruar dhe nëse dëshiron të dëgjosh përgjigjen, unë do ta jap, nëse nuk dëshiron pastaj nuk kam çfarë të them. Mbarova. Atëherë, e para një herë nuk jemi këtu tek zonja Eni Çobani që të ballafaqojmë rastet ku Aldo mua më pas ka ndihmuar në jetë. Unë dhe Aldo kemi xhiruar një promo emisioni në të shkuarën dhe kaq. Jo, një moment. Dhe pajisjet e mia I kam vënë dispozicionin tënd ndërmjet dikujt tjetër. Nuk është turpshme. Do të talli njerëzit. Janë raporte. Ronaldo dhe te xhirimi se sa e ka te mënyra. Kur të fillosh punë avokate, mund të. Nuk është avokate, po kuptohet se çfarë do të thotë. Realisht do të dëgjoj Ronaldo se po bën disa akuza dhe realisht kam nevojë të jap një sqarim. Po. Pikë së pari, kam absolutisht empatin të kuptoj një banor që nuk ka ende 24 orë që ka dalë nga shtëpia Big Brotherit dhe e kuptoj gjithë lodhjen, stresin, mërzitjen dhe gjithë revoltën. Mendoj që nëse këtë lloj revolte do të kishte pasur, kur ke përballë I kupton shumë mirë. Nëse këtë lloj revolte do të kishte pasur edhe ç'a thema? Kur më shefën sy I kuptoke shumë mirë këtë empatit,
kupto ke revoltën, tensionin e lojës. Unë nuk jam banori në sy. Unë nuk jam banori Big Brother. Ti je një person që nuk e prisja nga ti. Unë nuk jam banori Big Brother VIP 4-s dhe këtë luftën mund ta kishe bërë me banorët aty brenda. Shketi me luftën andej, këtu. Më fal, atëherë të të pyet, çfarë të duhet nga unë? Çfarë kërkon sot nga unë? Unë ta dash shpjegimin. Nuk kam asnjë komenti për Aldo. Pastroj imazhin tënd. Nuk e kam parë shumë në Big Brother, nuk kam asnjë komenti. Jo, shiko Aldo, mos i marrim shumë personale, ai është opinionist i fan clubit, thjesht ka komentuar atë, po përpisha të thoya ka komentuar lojën e Big Brother të çdo banori, jo vetëm tëndin. Unë e di si e mendoj Hedi, të paktën në rastin me Aldon që shikoj Aldon kaq të indinjuar, mos i marrim shumë personale këto gjëra se për ndryshe dalim nga këto kornizat e lojës edhe nuk është e këndshme. U kry, Hedi. Po, shqip. E mendoj më tepër Aldo paka shumë atë konceptin, ai është më tepër i zgënjur se Ronaldo ecën me masën. Pra nuk ka një mendim individual. Jo, shiko, nuk dua të devijoj tani të komentojmë se si opinion, si po flas se çfarë po thoshte Aldo, am kupton? Po pra. Që ju nuk po e kuptonit, unë e kuptoj shumë mirë se në moment, po pra masa janë njerëzit. Po pra. Masa është mos dish çfarë do thotë si fjalë ta përdorësh o djalë. Sa po the nuk jam fjalor, nuk jam enciklopedi, po pse e përdor atëherë më zotrit? Minimumi që mund bosh është Google-oje. A është Aldo ky? Jo. Nuk kam asnjë lloj komenti për Big Brother. Kemë shpirtin, ke komente të jam. Gjithsesi Aldo, jemi këtu për ty, jo për Ronaldon. U sqarum, kalojmë pak te loja. Flasim për një çift që është shumë i diskutuar, Egli Gjesi. Si e shet ti si çift? Cilën epokë? Këtë epokën e re apo të kaluarën apo komplet, domethënë se janë bërë kështu me kapitull. Panoramën, po. Janë bërë me kapitull, fillimi, mesi, fundi. Të dyve i duhet njëri tjetri, absolutisht. Mendoj që në këtë pikë të lojës, mendoj që Egli është pak më e dobët pa të, në këtë pikë të lojës, sepse jemi shumë afër finales tani, po që të dyve i duhet njëri tjetri patjetër, të dy në një farë forme po luajnë patjetër, domethënë nuk mund ta shesin sado që pretendojnë që kanë për të bërë vetëm një sqarim dhe kaq, ato vazhdojnë bëjnë një sqarim gjithmonë. Sado që thonë nuk dua të më ngacmosh apo të ngacmoj dhe kaq, do ngacmohen sërish. Pra është lojë. Domethënë edhe kjo është një farë loje, po si shok i Eglit, nëse mund ta konsideroj kështu, më bëhet qefi. Lojë është edhe nga Egli? Po patjetër. Të dy e përdorin për lojë njëri tjetrin. Po luajnë të dy. Siç luajnë ata, edhe Jozi me Lorin, po luajnë keq fare, po ta thot një sy i brendshëm, shumë i afërt me ta.